Atëherë përshëndetje të gjithëve. Sot do bëjmë një video të kjo kolonia vogël këtu. Sot do ju tregoj disa detaje që t'i keni parasysh kur të bleni bletë të reja, sepse kam shumë bletar të rinj që më kanë shkruar që bletët i kanë me probleme. Me fjalë janë me smundje, disa i nxjerrin pjellin jashtë. Pjellje të vdekur jashtë, disa janë me myk në pjellje. Por që sot do ju them disa detaje që t'i keni parasysh kur t'i bleni, që t'i kontrolloni mirë bletët. Shiko, këtu kam bërë pak gabim që i kam lënë këto kornizat pak si shumë hapur dhe shise është mush këto kurorat me mjaltë. Dhe i kisha lënë me ngjitur. Kjo është kur nxitohesh me njëherë. Tjere do ja vazhdojmë t'ju them disa detaje që t'i keni parasysh tek bletët që do blini. Edhe për mendimin tim, do të keni shumë kujdes që të mos blini bletë që u ashesin nëpër kutia kartoni, edhe që nuk e dini se nga vinë, se ngu i merrni. Sepse ato bletë shumica prej tyre qellojnë me probleme, me smundje, sepse ti nuk e dallon dot një bletë kur të vjen në kuti, nëse është me smundje apo jo, se ti vetëm shef mizën. Normal që dha tek ajo që shikon vetëm mizën, po ti shohësh në detaje mizat duken që janë me probleme, krahat të smura. Edhe aty mund t'i shohësh, por aty është me problem. Ndërsa kur e merr me korniza, aty e shikon 100% se çfarë blete po merr. Sepse shoh shumë bletar të rinj që në moment si nxjerr dikush një video aty që shesin bletë me kutia, ato gjithë aty vërsulen aman më jep mua se ato mbasi shesin shumë lirë edhe mendojnë se po fitojnë. Por ajo bleta që ti e merr nëpër kutia, aty ti nuk e di se nga ka ardha ajo bleta, dhe nuk e di se si është marrë, dhe aty nuk e di se sa bletë të mira janë, sepse është ndryshe kur ti kap një bletë që ka rritur dhe është përgatitur për të ndërtuar kornizat e reja, edhe për të jetuar, dhe janë bletë të reja dhe janë bletë shumë të fuqishme. Ndërsa kur ti e merr një kornizë, kur ti e merr një bletë në kuti, ti nuk e din se a ka bletë të reja aty apo janë vetëm bletë të vjetra. Që dikush mund marrë 2-3 korniza i shkund aty i vendos një mbretëreshe dhe ta shet. Dhe ti nuk e di nëse aty ka probleme me smundje apo jo. Atëherë unë do bëjmë një kontroll te kjo kolonia këtu, ta shohim çfarë pjellje ka, edhe t'ju them se si është një pjellje me smundje. Por do ta kuptoni edhe diçka, se ka edhe disa raste që ti mund ta shohësh se mund të jetë pjellja e mirë, dhe mbas pak kohësh ajo vazhdon ta bën atë problemin. Kjo ndodh edhe kjo ndodh. Dhe pastaj thoni që ti fajet, sepse të është ftofur pjellja. Atëherë t'ja nisim kontrollin te kjo, dhe ta shohim duke e parë, duke analizuar. Atëherë siç e dim gjithë, kornizat e para janë gjithmonë me ushqim. Kjo është vetëm ushqim. Kornizat e para janë me ushqim, dhe kornizat e para nuk ke se çfarë ishe bletës, por mund të shohësh bletët këtu, nëse janë të mira apo jo. Edhe sidomos kur është kolonia e vogël, ti mund ta analizosh më mirë, mund ta shikosh nëse kanë varro apo jo, si shihet bleta është shumë e qetë, edhe është e shpërndar. Kjo është kolonie e vogël. Është nga këto të reja që unë i kam bërë, se unë bëj shumë ndarje të reja që ti kem dhe për vitin tjetër, nuk i shfrytëzoj gjitha këtë vit. Kjo është një kornizë shumë e mirë. Hapim një kornizë tjetër. Gjithë qëllimi është të shohim pjellin edhe ta kuptoni se si është pjellja kur është me probleme dhe kur është mirë. Dhe do mundohem të modifikoj disa foto që të mund të shikoni se si është pjellja kur është me smundje. Mashallah. Kjo e ka vullosur. Këtë e kam shënuar herën tjetër unë. Atëherë kjo këtu është një pjellje shumë e mirë. Dhe po nuk e di se sa mund të da kapi kamera, dhe aty ku duket bosh, edhe aty ka bërë pjellje. Është mbretëreshe e re, është koloni e vogël. Dhe do të kuptoni sepse nga numri i bletëve që ka një koloni, aq pjellje bën dhe mbretëresha. Nuk mund bëjë mbretëresha shumë pjellje, të mushë kornizat e tëra me pjellje kur ka pak bletë, me një fjalë ka pak mizë. Sepse varet nga numri i bletëve që të ngrohet pjellja, që pjellja mos të ketë probleme. Prandaj u them bletarëve të ri, të keni kujdes kur vendosni korniza nëpërmes pjelljeve, sepse ftohet pjellja. Edhe normal që edhe ju mund të ndikoni keq tek bletët, në moment që ftohet pjellja, ato vazhdojnë
dhe krijon smundje të ndryshme. Si shikohet kjo duket se nuk ka shumë miz, nuk ka shumë, dhe shikoni sa pjellje ka bërë. Por pjellja është shumë e mirë si pjellje. Shikoni se si është pjellje e pastër, e mirë. Edhe do ju modifikoj edhe një foto që ta shikoni se si është dhe pjellje e smurë te kjo pjesa këtu ku nuk ka pjellje. Edhe bleta është shumë e qetë, si shikohet ushqim ka gjithmonë, që se i kanë kurorat me ushqim, atëherë bleta nuk vuan për ushqim, s'ka nevojë që ti ushqeni. Sepse disa bletarë të rinë më thonë unë jedh një ditë po, një ditë jo 1 kile shërbet bletës, po çaj këtu boti si jedh 1 kile shërbet bletës. Jo po kështu më ka thënë një bletar i vjetër. Dhe më e forta është sepse mi kanë dërguar disa video, disa foto, ka disa bletarë që shihen në internet dhe që njihen. Në mi kanë dërguar kështu që shikoje se ky më ka thënë hidhe 1 kile shërup 1 ditë po, 1 ditë jo, që bletat fuqizohet. Ajo e depoziton komplet. Çfarë fuqizon? Me 1 kile shërup çdo ditë. Po unë nuk do rri edhe më thonë mu pasaj po nxirre ti që ta shohin të tjerë. Unë nuk kam një për të bërë dise as për t'ju bërë tjerëve me një fjalë nxirr se shiko se çai ka thënë ky, shiko se çfarë thot ai, nuk merrem me këtë pjesë. Kështu që mund të flisni vetëm ato që ju thonë bëni këtë ose bëni atë. Ja dhe këtu përsëri. Kjo është një kornizë e re. Edhe këtu e kam mbush me pjellje. Si që ju thash, në moment që nuk ka shumë miz, shumë blet, mbretëresha nuk bën pjellje shumë. Por kjo është e mirë, pavarësisht si kalon disa bira boshë, je disa duket aty. Këtë mbase. Edhe krau tjetër. Është me pjellje, siç duket pjellja këtu në fund tek dora ime është në ngjyrë tjetër, sepse këtu janë nis me pjellje, ka vazhduar ta zgjyroj. Por këto kornizat e bardha, sidomos ato mbretëreshat e reja nuk i preferojnë shumë ti pjellin, dhe sidomos kur nuk është shumë e fuqishme kolonia. Sepse këto kornizat e bardha duan shumë ngrohtësi, që pjellja të dalë sa më e mirë, prandaj nuk i preferojnë ti bëjnë pjellje. Ndërsa kolonia kur është e fortë, këto kornizat e bardha i preferojnë që ti bëjnë pjellje, sidomos nga fillimi i prillit, prill, maj, me një fjalë deri tani në fillim të qershorit i preferojnë, pastaj nuk i preferojnë aq shumë. Këtu kemi kornizën tjetër, edhe kjo është me pjellje. Ja, këtu kanë dalë bletë të reja. Edhe siç diku nuk kanë dalë akoma, këtu e kam mbushur me pjellje ditore. Këtu kemi edhe mbretëreshën. Mbretëreshën e kam shënuar javën e kaluar, dhe dia duket apo iku. Ja dhe kjo është mbretëreshë e re, pavarësisht se ngjyra është e vitit kaluar. Edhe duhet keni një blok që të mbani shënime se cila koshere është X koshere. Kjo është numri 18. Numri 18 ka mbretëreshën e cilit vit ka, 2025. Sa pjellje ka, si është, çfarë pjellje bën, çfarë mjalti merr. Unë i marr gjithmonë shënim nga këto dhe pastaj vendos se nga cilat mbretëresha, cilat janë më të mira, cilat ecin më shumë, cilat bëjnë pjellje, cilat marrin më shumë mjalt. Edhe nga këto pastaj krijoj dhe mbretëri të reja vitin e kaluar. Dhe kjo është një pjellje e mirë. Këte i kanë dalë edhe e kanë mbush prapë me pjellje, ndërsa këte i ka. Prandaj ju thash se shikoni këto, kur nuk është kolonia shumë e madhe, mbretëresha nuk bën pjellje të ngjeshur shumë. Dhe nuk duhet i gjykoni mbretëreshat nga kjo pjesa, sepse dikush thotë nuk është mbretëresha e mirë sepse nuk e ka bërë pjelljen komplet shtruar. Disa nuk e bëjnë, se shikoje se sa blet ka nëpër kornizë. Nuk është e mbushur plot. Edhe këto detajet i keni parasysh. Por se cila është pjellje e smur e me probleme, unë do i modifikoj disa foto që ta shikoni më mirë, më qartë. Se pjellja që është e pastër si kjo këtu, kjo është shumë e mirë. Ndërsa te kjo pjesa tjetër këtu do i modifikoj një foto që të mund ta shikoni se si është pjellja me probleme. Atëherë te kjo kemi 3 korniza me pjellje. Kjo është korniza e 4. Edhe kjo është komplet me pjellje.
Këto janë komplet bletë të reja. Po të shikoni me vëmendje këto bletët e reja, shikoni çfarë ngjyre janë, duken më të zbeta, nuk janë sikur këto bletët tjera. Këto sapo kanë lindur, me fjalë këto gjitha që i shikoni, këto janë gjitha bletë të reja. E gjithë korniza sapo kanë dalë bletë të reja, mbretëresha e ka mbushur prapë me pjellë editore. Këto janë gjitha bletë të reja. Edhe po t'i shohësh me vëmendje janë gjitha shumë të pastra. Prandaj analizoni tek bletët tuaja dhe pastaj kur shkosh të blesh bletë tek një tjetër, e hap kosherin dhe prit ta shoh një zotëri si është kjo. Si është kjo koshere që ti po më shet mua. Edhe hap e shikon si janë bletët dhe pastaj e merr. S'mund të marrësh ti një koloni që ajo e ka gjysmën e pjellës, i kanë gjitha të vdekura, nxjerrin bletë të vdekura. Edhe do t'i shikoni edhe nga jashtë duket kolonia që se ka probleme apo jo, pa u futur fare brenda. Ose në tokë. Në moment që shkoni e shikoni me vëmendje njërë tokën, e shikoni nga jashtë bletën, sepse nëse të shikoni në tokë, mund të ketë shumë bletë të vdekura, copa. Edhe ti nga aty e kupton se ai e ka me smundje bletën apo jo. Kjo është një kornizë e re që unë i kam vendosur në sore, e kam mbushur me polen. Sa i kam vendosur më shumë korniza se ç'duhet, e ka punu. Kjo nuk i duhen 2 korniza, do të kishte më pak korniza që të bënte pjellje më të saktë. Edhe kam bërë dhe një gabim që i kam lënë pak kornizat më shumë se ç'duhet hapme dhe shikojnë si është mbush korora. Por kjo nuk është gabim, sepse kjo do i duhet gjatë dimrit, sepse ky mjalti që bletët e mbledhin tani, dhe për këtë po ua them, sepse këtë e di se shumë nga ju nuk e di, ose edhe mund ta din, letarët e din, por unë mjaltin që e vjel tani në fillim, që do e vjel nga fundi qershorit, 2 korniza, dhe se cila bletë, 2 korniza që unë i vjel tani, i mbaj, nuk i marr për vete, ja mbaj dhe ja lë bletës për gjatë dimrit. Se ky është një mjalt shumë i mirë, është me gjitha llojet e frutave, gjitha llojet e luleve, edhe ka super vitamina për dimër. Edhe bletët asnjëherë s'kan pas probleme për humbje bletësh gjatë dimrit. Gjithmonë kanë hecur shumë mirë. Sepse nëse se shumica e bletarëve i dëmërojnë bletët me mjaltin që e mbledhin në fund, është ai mjalti i mbjelmës, nuk e di se si i thon fiks, por gjithsesi do bëj një video tjetër për atë. Edhe gjatë dimrit ai ka shumë probleme me zor tek bleta. Bleta nuk e tret shumë, është shumë i dëmshëm. Që e mbledhin nga gjithë këtë lloj mjalti. Kështu që shpresoj t'i keni kuptuar disa gjëra, sepse duhet ta shikoni pjellujen shumë imësisht, që mos jetë me sëmundje. Dhe prandaj ju thash që në fillim që nuk duhet t'i blini bletët që u ashesin nëpër kutija, sepse atë bletën që ti e blen nëpër kuti, ajo nuk është e përgatitur për të zhvilluar. Ti mund ta marrësh këtë vit, po edhe vitin vështirë se i kalojnë. Shumica me çka kanë folë nuk i kanë kalu dimrin, ndërsa të tjera e kanë kalu dimrin, por me shumë pak mizë. Jo që po vere te kjo kosher. Nuk e dini se e marrë do të kamerën që ta shikoni, po i shikoja këto kornizat imësisht dhe nuk po shikoja fare meshkuj. Tani që e largova këtë, që në mbledhur një tufë me meshkuj, si duket i kanë përzënë nga kolonia, janë aty jashtë, po janë të gjallë. Nuk e dini se do mundën kamera që ta shohin, ose mund t'i bëj një video pastaj. Kështu që këto t'i keni parasysh, si shikohet te kornizën do e heq, është e papunuar, është e re, nuk e ka nevojë bleta. Bletët do të dini edhe diçka, si dimrit, si verës, duhet rrinë sa më të ngushtuara. Nëse nuk ka fare bletë te kjo këtu, te korniza hiqe, deri aq sa ka bletë. Do të fushti te kjo këtu, edhe kjo këtu. Si shikohet, kjo këtej ka bletë mjaftueshëm. Mjaftueshëm nuk janë, por ka dhe ushqim. Ndërsa këtej nuk ka shumë, edhe nuk ka dhe ushqim. Këtë do ja lë. Ndërsa sepse do ja lë këtë sepse ka pjellje te kjo. Edhe te këto 3-4 tjerat janë me pjellje, pak pjellje, por kanë pjellje. Gjithmonë kur kanë pjellje, ansori do t'ja lësh një kornizë. Nëse nuk ka pjellje, është me ushqim, atëherë ja heqim. I lëm vetëm këto që kanë ushqim dhe nga një kornizë rezervë ja vëmë ansore pjelljes, nuk e lëm pjelljen direkt jashtë ftofët. Kështu që shpresoj që të keni kuptuar pak gjëra, ja të keni kujdes se ku i merrni bletët.
Gjithmonë mundoni të merrni tek njerëz që i njihni që keni përsëri kontakt me ato, sepse kur i bleni nga interneti që i porosisni, aty nuk e di se çfarë bleti e duke marr, sepse ato nuk janë të përgatitura. Edhe shumicën mund ta bëje pjelljen e parë në rregull, ti mund duket në rregull, por kur ta kontrollosh herën tjetër kur të kuptosh, kur të kujtohen këto fjalë që po të them, se pjelljen e parë mund ta bëjnë të rregull. Pastaj vazhdon problemi dhe smundja. Se deri ti mund ta marrësh që të ketë shumë mizë, se mos to që janë kutia, mund të ketë shumë miza, duket sepse ai mund të ketë shkunë miza, por deri ato bletët do harxojnë komplet energjinë duke ndërtuar korniza. Pastaj në moment që bëhet pjellja, derisa të dalë pjellja e parë, 50-60% atyre bletëve do të vdesin. Sepse nuk e di se sa ditë janë, prandaj po them mund të jenë bletë të vjetra, edhe nuk arrin dot të rekuperohet kolonia. Dhe prandaj ngelin shumë rapa. Është më mirë shkoni merr 5 bletë me 10 rrugmiz, mund të harxhosh pak më shumë lek. Edhe pastaj mund t'i ndash nga 3 korniza, i ndan 3-4 koloni, një koshere mund ta ndash në 3 koloni. Edhe mund t'i përgatisësh për vitin tjetër. Nuk keni pse nxitojeni me vrap shkoj t'i blej unë për kutia se bëhen, sa ai që i shet normal që të si bëhen, se nuk ka leverdit ose se për të shiti ka, nuk intereson se çfarë ndodhin ty. Kështu që keni kujdes. Dhe shpresoj të jeni mirë, shpresoj t'ju kem ndihmuar ndo pak me këto. Gjithsesi do modifikoj edhe disa foto që shikoni se si është pjellja me smundje, por mbani mend edhe këtë detajen, nuk e di sa nga ju mund të dëgjoni videot deri në fund, të shikoni tek dera edhe në tokë jashtë bletëve, sepse aty janë nxjerrin e hedhin pjelljen. Se kur është bleta e fuqishme edhe ka ndonjë problem me smundje, e merr e largon shumë larg kolonisë pjelljen, sepse nuk e le të infektohet zona rreth që mos kenë smundje bletët. Por ato që janë të dobta nuk e largojnë dot, e hedhin direkt më jashtë kolonisë. Kështu që shihemi një video tjetër. Shpresoj të jeni mirë gjithë. Këtë video më shumë e bëra sepse janë bërë mbi 40 persona që më kanë shkruar në Instagram që bletët i kemi me smundje çfarë të bëjmë. Unë për fat të mirë deri tani nuk kam pas asnjëherë probleme me smundje të tilla, sepse gjithmonë mundohem që t'i mbaj bletët në kontroll. As mos t'i vendos shumë korniza, siç u thash, kjo siç shihet e ka të tepërt. Edhe ja heqja. Edhe pse tani është temperatura shumë e ngrohtë, është shumë nxehtë. Po ti shikoni bletët jashtë nuk kanë dalë duke bërë ajrosje, është nxehtë, nuk është se kanë nevojë. Edhe po t'ja leja nuk është se do ftofet. Por mos i neglizhoni që të vendosni korniza nëpërmes. Sidomos kornizat e bardha, ato duan më shumë energji që bleta ta ngrohej pjelljen. Edhe kur janë kolonitë e vogla, sepse kur është koloni e madhe normal që mund të ketë shumë më shumë mizë, edhe mund të bëjë shumë më shumë pjellje. Kështu që t'ja kaloni mirë. Dhe shikohemi në një video tjetër. Kështu që nëse keni nevojë për ndonjë mendim ose për ndonjë sugjerim ose për një gjë që mund t'ju ndihmojmë, mund të më shkruani në Instagram bletarivd. Edhe aty mund të dërgoj mesazh me zë, siç janë bërë shumë. Dhe jam surprizuar sinqerisht kaq shumë njerëz bletarë të ri që kishte. Nuk e di se kishte kaq shumë njerëz që i donin bletët si vajza si dje. Dhe në moshat e ndryshme. Bravo ju që gjithëve që merrni me bletë. Është një punë shumë e bukur, është një pasion në vete. Edhe unë jam pasionuar ato, prandaj do mundohem të bëj sa më shumë video, sa më shumë t'ju ndihmoj dhe që të mundem të arrijmë gjithë. Kështu që e kaloni mirë dhe shihemi në video tjetër.